Këto janë 4 shenjat horoskopi që do të jenë personazhet kryesor këtë muaj maj, dhe shenja e parë është Dashi. Ju të Dashit po hyni në maj tashmë si personazhet kryesor në një film aksion me fuqi, pa kohë për dyshim në vete, me qëllime, dhe keni këtë energjinë e palëkundur dhe të guximshme përreth vetes tani, mundësit po ju shfaqen, ju duhet t'i ndiqni, duhet t'i besoni instiktit tuaj, dhe nuk keni kohë edhe nuk keni sepse që të dyshonin çfarë do lloj gjëje që ju bëni, çfarë do lloj lëvizje që ju kryeni. Nuk keni nevojë që të provoni veten, thjesht duhet të tregoheni, duhet të shfaqeni, duhet të vazhdoni që të ndërmerrni veprime të guximshme, dhe njerëzit e duhur apo situatat e duhura do ju ndjekin. Dhe këtë muaj nuk jeni vetëm personazhi kryesor, por jeni ata që shkruajnë kapitullin e ardhshëm me një kthes të papritur në histori dhe në gjithçka. Shenja e dytë është kundërshtarja e Dashit, Peshorja. Peshore, maj po ju bën thirrje që të ndaloni së luajturja të rolin mbështetës në historinë e të gjithëve, dhe që të filloni të zotëroni veten tuaj dhe të jeni ju personazhi kryesor tashmë. Keni kaluar shumë kohë duke u përpjekur që të ruani paqen, duke balancuar gjërat, situatat, njerëzit, duke u siguruar që të gjithë janë mirë, por tani është radha jote që të shkëlqesh, Peshore. Këtë muaj do dilni në qendër të vëmendjes, qoftë në dashuri, në biznes, apo thjesht se si e shikoni veten para pasqyrës. Është sigur ajo mjegulla do të zhduket dhe në fund do të kuptoni se sa vërtet të këndshëm dhe tërheqës jeni. Nuk është ndonjë sjellje egoiste që do bëni, thjesht duhet të përqendroheni te vetja, dhe kjo është superfuqia juaj. Shenja e tretë është Shigjetari, ma i sjell një atmosferë aventureske, diçka që Shigjetari e pëlqen dhe zgjeron botën e vet, dhe sa më shumë që të ndiqni kuriozitetin tuaj shigjetar, aq më shumë mundësi të mira do ju dalin para. Dhe me atë zemrën tuaj të bukur edhe të egër njëkohësisht do të tërhiqni njerëz, dhe nuk keni që nevojë që të tkurreni apo të fshiheni këtë muaj. Më në fund do i thoni po gjërave që ju dëshironi, jetës që ju dëshironi që të bëni, dhe kjo është epoka juaj spontane edhe plot shkëlqim. Shenja e katërt dhe e fundit është Gaforja. Gaforet e mia të voçkra që janë në një fazë rikuperimi, shërimi, janë duke u rritur dhe tani më janë gati që të dalin nga guaska këtë muaj. Maj në fakt është një muaj shumë i pëlqyeshëm për mua personalisht si Gafore, nuk e di për Gaforet e tjera, po kam përshtypjen edhe për Gaforet e tjera, sepse është muaj i socializimit, i shoqërisë, i daljeve, i qëllimeve për jetën. Është, si të thuash, rilindja juaj emocionale apo jona, kolektivisht ta marrim kështu si komuniteti Gaforeve. Shkëlqimi i personazhit tuaj kryesor, Gafore, do të vinë nga thellësia juaj, nga intuita, nga aftësia për të kujdesur thellë, pa e braktisur veten tuaj normalisht. Do të tërhiqni lidhje të harmonizuara, të bukura, do të tërhiqni sukses. Nuk do të jeni më në sfond, po do të jeni në qendër të vëmendjes këtë muaj dhe do të lulëzoni bukur.